Mirëmbrëma dhe mirë se vini në këtë edicion të emisionit Zoom. Sonte kemi në fokus një udhëkyç të rëndësishëm politik dhe institucional. Koalicioni Vlen po marshon drejt 9 majit, një datë që synon të shënoj fundin e një koalicioni dhe fillimin e një partije të vetme. Por ndërsa strukturat përgatiten për festë dhe bashkim, publiku ka sytë të detajet. A është ky një bashkim i plot apo po lihen pas pakënaqësi që mund të kushtojnë më vonë? Çfarë po ndodh me emrat që bën rrugëtimin deri këtu dhe apo reflektohet ky riorganizim në fuqinë tonë brenda ekzekutivit? Nga ana tjetër, premtimet e mëdha për integrimet evropiane dhe përfaqësimin e drejtë etnik po përballen me realitetin e vështirë të numrave dhe kohës që po rrjedh. Mes debateve për gjuhën shqipe dhe ndryshimet kushtetuese që duken ende larg, qytetarët pyesin: ku jemi sot? Dhe ajo që prek secilin prej nesh në shtëpitë tona, shëndetësia, flasim për punësime të reja dhe reforma, por ndërkohë dëgjojmë ende ankesa për radhë të gjata në klinika dhe mungesa barnash që nuk presin politikën. Apo arrim të japim sistemit shëndetësor shërimin që i premtuam. Për të biseduar hapur mbi këto sfida pa dorashka, por me përgjegjësi, sonte në studio është i ftuar Ministri i Shëndetësisë, zoti Azir Aliu. Zoti Aliu, përshëndetje dhe mirëserdhët në Zoom. Jesam faleminderit shumë për ftesën, mirë se u gjet. Kënaqësia është e jona, zoti Aliu, në fakt jeni Ministri i Shëndetësisë, po jeni edhe një ndër përfaqësuesit e koalicionit Vlen dhe ne në këtë emision në pjesën e parë do t'ia kushtojmë më tepër zhvillimeve politike, por gjithashtu edhe në pjesën e dytë do të flasim edhe për sfidat në sektorin e shëndetësisë. Unë do të adaptohem në bazë të pyetjeve tuaja. Atëherë, përmenda që më 9 maj është caktuar kongresi i Vlenit, ku pritet zyrtarizimi i një partije të vetme politike. Çfarë pritet më konkretisht të ndodhë më 9 maj? Ju jeni edhe pjesë e grupit punues për organizimin e kongresit. Mund të na elaboroni pak më gjerësisht? Pra në 9 maj është ditë feste për Vlenin dhe për antarësinë në Vlen, po gjithashtu është ditë feste edhe për qytetarët në shtet, pasi që kemi kaluar në për sfida shumë të mëdha si shqiptar në shtetin tonë, duke filluar nga abuzimet që janë bërë më herët, pastaj duke filluar nga abuzimet politike që gjithë kohës kemi pasur për fat keq si komunitet si shqiptar në Maqedoni. Pastaj kishim një moment ku koalicioni Vlen bëri ndryshimin e madh, atë që e pritni me 22 vjet ne si shqiptar dhe si qytetar të këtij vendit, të punësuar në për institucione të ndryshme, duke u ballafaquar me shumë probleme dhe sfida administrative. Pra, periudha e kalimit nga një sistem i cili realisht abuzonte në një sistem i cili tregoj tani ma këto 2 vite hapta themi ndryshe që mund të menaxhohet me një proces ndryshe. Faza e tretë është bashkimi për shkak se këte kërkojnë qytetarët, nëse analizoni çdo numër, çdo analizë si politike ashtu shoqërore, në fund të rezulton që qytetarët dëshirojnë Vleni mos jetë koalicion, të jetë një parti politike. Dhe këte u apremtuam qytetarëve dhe tani ma jemi në fazën e fundit, duke përgatitur organogramin e partisë dhe statutin e partisë. Do të jetë një parti ndryshe, do edhe kjo është një hap tjetër në politikë bërje në Maqedoni. Pra nuk është një parti e cila ka një lider i cili në dhomë i mbyllur vendosëm për politikat e partisë dhe politikat e qytetarëve në Maqedoni. Pra do të jetë një strukturë organizative moderne, siç nuk kemi pasur deri tani në Maqedoni, pra me 2 kryetar të partisë, me 2 nënkryetar dhe me 1 sekretar, një strukturë organizative e cila çdo vendim do të merret me konsensus të këtyre të peshësh menaxheriale të partisë. Pra, thjesht një qasje ndryshe në politikë bërje. Si do të ndihmon kjo dhe si do ta bën ndryshimin? Do të ndihmon në 2 aspekte. Aspekti i parë, çdo qytetar, çdo antar i partisë Vlen do të ndjehet më afër politikë bërjes dhe definimit të strukturës politike në vend, si në aspekt të përditshmërisë, ashtu edhe në aspekt të politikave afatgjate. Dhe forma e dytë është do të minimizohet apo do të anashkalohet komplet abuzimi që është bërë realisht tani në partitë politike. Ju e vëreni edhe sot derisa flasim, kryetarët e partive politike apo ish kryetarët e partive politike kur flasin në veten njëjes, unë e kam bërë, unë e bëra këtë mendova se do të jetë më mirë. Pra gjithkohës flitet në veten njëjes. Kjo nuk është mirë për demokracinë, nuk është mirë për antarësinë e partive politike, pasi që
një kokë pa konsulencë dhe pa proceset hapura brenda për brenda, kush e di sa të ketë përvojë politike dhe përvojë të proceseve që ai menaxhon, jam shumë i sigurt dhe këtë e vërteton edhe shkenca që nuk mund të jemi të sigurt që çdo hap që merret është në të mirë të partisë politike, të strukturës politike, pastaj edhe të qytetarëve që menaxhojnë. Po a mund kjo mënyrë organizimit të sjellë edhe vonesa të caktuara? Kur duhen të sjellur vendime të rëndësishme, por të shpejta. Pasi në politikë e dim që ndonjëherë ka situata të tilla. Është e vërtet. Kemi analizuar shumë si të bëhet riorganizimi, do ky organogram brenda për brenda në Vlenë si parti politike dhe kemi parapar disa mekanizma që mos arrim deri tek bllokimi i proceseve politike, pasi që ajo do të ndikon pastaj negativisht si për partinë politike ashtu edhe për qytetarët. Pra është definuar që nëse në grupin e parë, në top 500 në menaxhmentin e partisë, për x arsye nuk do të ketë një konsenzus i cili do të kalon ndonjë proces politik, atëherë automatikisht kalohet në kuvendin qendror dhe pastaj merret ky vendim. Pra kemi parë struktura të ndryshme organizative brenda në organogram me qëllim që të menaxhohet procesi në kohë reale. Ju thatë që do të keni një qasje ndryshe përveç strukturës organizative, strukturës politike, çka do të ofroj Vleni sa i përket platformës, cili do të jetë qëllimi, ku do të trashtoheni do të jeni parti e djathtë, e majtë, e qendrës? Po, thjesht do të jetë parti qendër e djathtë, e cila do të menaxhon me proceset si ekonomike, politike edhe institucionale në këtë frym. Pra për neve familja dhe strukturat organizative në shoqëri janë të rëndësishme. Pra do të jetë parti politike e cila do të ndjek linjën ekonomike ashtu siç partitë e djathta e kanë, pra bizneset dhe motori i ngritjes ekonomike dhe zhvillimit ekonomik në shtet do të jenë institucione të cilat janë institucione mirë të organizuara, sektori privat është i fokusuar në qendër i cili do të edhe realisht kështu funksionojnë në shtetet mirë të organizuara politikisht. Thjesht kjo qasje besojmë për këtë organogram, për këtë strukturë momentalisht si që kemi shtetin tonë me një shtet i cili në aspekt demografik është i limituar, në aspekt teknologjik, gjithashtu i limituar në aspekt ekonomik, gjithashtu i limituar, besojmë që motori për ngritjen edhe të cilësisë së qytetarëve dhe ekonomisë, partitë e djathta realisht kanë dhënë më shumë rezultate. Partitë e majta janë partitë të cilët japin rezultate në demokraci shumë të zhvilluara, me një strukturë shumë e etabluar mirë, pra urojmë që kështu organizimit të një partie brenda të organizuar në formë ndryshe nga ato që i kemi parë deri tashmë dhe me një qasje gjathtiste do të kemi rezultate më të shpejta dhe uroj që ajo të duket edhe të ndjehet shpejt edhe nga qytetarët. Zotja Lio, megjithatë, gjatë këtij procesi nuk është që nuk jeni ballafaquar me sfida apo probleme të ndryshme. Në hyrjet e emisionit përmenda që edhe një pjesë e strukturës të cilët kanë qenë në fillim me Vlenin nuk janë më, disa shihen më larg Vlenit se sa afër. Këtu e kam fjalën për zëvendës kryeministrin aktual për qeverisje Tamir Arben Fetai, i cili tani më njoftua se punën e tij do ta vazhdoj në Bruksel. Çka ndodhi? Pra, Vleni si strukturë, këto 2 vite kemi treguar që nuk jemi strukturë përjashtuese, por jemi strukturë e cila absorbojmë dhe tani ju e dini që shumë qytetarë, shumë aktivist politik, qytetarë që s'kanë qenë aktivisht politik tani veç janë aktiv në politik, shumë antarë të partive politike të tjera tani veç e shohin veten në Vlen. Pra Vleni është i hapur si strukturë për të absorbuar cilësi, kvalitet dhe qasje e cila është kompatibile me politika që ne i definojmë. Pastaj nga ana tjetër, Ersan duhet ta dini që ideja e organizimeve politike është volontere. Pra ju mund të shiheni si pjesë e një strukture organizative politike dhe të jepni kontribut, të nesër mendoni që thjesht kontributi juaj ndoshta nuk është i mjaftueshëm ose thjesht ju nuk e shihni veten në ashtu strukture politike. Pra demokracia e ka këtë të mirë që ne mund ta shohim veten aty ku ndjehemi më komod, edhe është shumë individuale, pastaj lëvizjet politike gjithandej nëpër botë
janë të lira, çdo qytetar është i lirë të antarësohet dhe pastaj mos jetë pjesë e ndonjë strukture politike. Dhe unë kështu i shoh këto procese, këto janë sisteme që nuk janë fikse, po janë fleksibile dhe janë të gjalla. Ka ndryshime brenda si në strukturë, si në menaxhment, si në qasje. Thjesht duhet të jesh kompatibil me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve. Një pyetje me interes që po parashtrohet tani është se kush do ta zëvendësojë Arben Fetajin në postin që ka tani, apo në fakt do të keni ndonjë marrëveshje për ndryshuar resoret me partnerët tuaj të koalicionit? Pra, ende nuk jemi në fazën që të mendojmë për resoret dhe për kapacitetet njerëzore dhe pozicionimin e tyre në strukturat qeveritare, si në aspekt nga menaxhmenti, nga ministrit, deri zëvendës ministra, drejtora, zëvendës drejtora dhe menaxher të departamenteve të ndryshme. Pra, ideja në këtë periudhë është edhe gjithë fokusi ka qenë strukturimi, organizimi i partisë politike vlen, krijimi i dokumenteve të cilët janë të nevojshme për regjistrimin e partisë politike vlen. E dini që në këtë periudhë jemi duke punuar për statutin e partisë. Besoj që pas 9 majit do të duhet detyrimisht të ulemi dhe të analizojmë rezultatet të cilët tani analizohen profilet e secilit antar të koalicionit vlen që është menaxheri ndonjë institucioni, zëvendës ministër, drejtori kështu me radhë, dhe në fund në bazë të performansave të secilit nga ne që jemi pjesë e menaxhimit të proceseve politike dhe institucionale në shtet, do duhet të raportohet dhe do duhet të riorganizohet, pasi që edhe është e logjikshme. Jemi në gjysmën e mandatit, pra pjesa e dytë e mandatit duhet të performon dhe të optimizohen proceset me qëllim që rezultatet të jenë më të dukshme dhe më reale në jetën e përditshme. E dini që qytetari voton nga percepcioni, po edhe më shumë voton nga ajo që vërtet e ndjen që ka ndonjë ndryshim. Për fat mirë, rezultatet tregojnë tani që koalicioni vlen, më falni, është çdo ditë në ngritje, ndërsa opozita çdo ditë është në bie dhe struktura e tyre jo rastësisht është në këtë kaos politik që gjenden në moment. Pra, vleni do duhet të vazhdon, më i fortë si parti politike, më i fortë si organizim politik brenda edhe në qeveri, edhe në menaxhimin e institucioneve, pasi që reflektimi pas 2 viteve është i njerëzishëm dhe normal dhe profesional që të bësh edhe ndryshime kadrovike, po edhe të riorganizosh dhe të reflektosh se çka është bë mirë të vazhdojë dhe çka mund të bëhet më mirë të përforcohet. Pra, është proces politik normal. Ku do të jetë Azir Aliu pas qershorit? Pra, edhe njerë potensoj, ende nuk jemi ullur për asë një emër të flasim ku do t'jenë dhe si kam punuar dhe si kam performuar deri tani, pasi që kjo është faza që ne jemi koncentruar shumë për të krijuar partinë politike vlen. Momentalisht Azir Aliu është antar i grupit punues për të krijuar organogramin dhe dokumentimin edhe statutin e partisë politike vlen dhe momentalisht mbaj postin e ministrit për shëndetësi. Zotja Aliu, a ka dhe pak knatësi tjera në pjesën e Aleancës për Shqiptare që funksionon brenda vlenit dhe çfarë do të ndodhë me funksionerët tjerë të cilët shiheshin më të afërt me zotin Fetaj? Pra, të jemi qartë, nuk ka ndonjë përçarje në Aleancën për Shqiptarët. Po ndoshta ashtu është dukur në opinion. Ndoshta është dukur ashtu, ndoshta nuk kemi pasur shumë kohë për të shpjeguar këto procese. E dini, në demokraci është shumë e shëndoshe edhe pjesa e mendimit ndryshe, pasi që ajo na çon përpara, po thjesht edhe na jep mundësi të reflektojmë kemi apo nuk kemi të drejtë. Ne nuk jemi të programuar edhe nuk jemi qenie ideale që të themi gjithçka që ne mendojmë është ashtu, prandaj në demokraci shkohet përpara veç atëherë kur shihemi në sy dhe themi që unë mendoj ndryshe nga ti. Kështu ka ndodhur edhe në Aleancën për Shqiptarët, pra nuk ka ndonjë grup që ne të shohim kush me cilin grupacion është, këtu nuk ekziston ashtu diçka. Ekzistonte kur Taravari thjesht la vlenin dhe qeverinë dhe u largua dhe atëherë duke mos pasur shpjegim pse e bën atë pjesë, u bën një ndarje e dytë në Aleancën për Shqiptarët. Pra tash nuk ka ndodhur diçka e tillë, është diçka shumë personale që thjesht në demokraci është edhe shumë normale. Pra nuk ka dhe nuk do të ketë këndvështrime të tipit ky është me këtë dhe se si do të trajtohet më tej, do të trajtohet secili në bazë të performancës që e ka bërë. Nëse performon mirë, do të vazhdon të performon mirë.
Nëse nuk performon mirë, do të kërkohet të performon më mirë, apo nëse shohim që nuk funksionon, duhet të ndryshohet me individ, me person tjetër. Në fund të ditës, përpara qytetarëve duhet të jepet një raport të rezultatit çka kemi bërë, se cili nga ne në digasterin ku menaxhojmë, po gjithsesi edhe si qeveri, si pjesë e koalicionit qeveritar, ne duhet të dalim nesër si vlen përpara qytetarëve dhe të japim rezultat të kapshëm për qytetarët e jo narrative politike siç kemi parë deri tani. Në opinion kanë qarkulluar këto ditë zotja Lio dhe disa spekulime nëpër media të caktuara për hatërmbetje të deputetit Ilir Demiri, si qëndron e vërteta. A është Ilir Demiri me Vlenin apo jashtë Vlenit? Ilir Demiri është me Vlenin dhe Ilir Demiri është vlerë e shtuar e Vlenit. Pra atë që e thash në fillim, Vleni absorbon dhe është institucion ma tani parti politike e cila i ka dyert e hapura, por çdo person i cili është vlerë shtesë dhe mund të jep një ide më shumë, një punë më të mirë, një ndalje të ndonjë procesi i cili nuk mendon që nuk është në të mirë. Iliri është një person i cili është mjek shumë i respektuar në profesionin e vet. Është personi i cili është ngritur në karrierë pa ndihmuar asnjë parti politike, pra është personi i cili ka unin e vet, për shkak se thjesht gjithçka që ka arritur me punë dhe me gjesën që ai e ka bërë, dhe Ilir Demiri është një vlerë shtesë që ne mësojmë nga ai dhe na jep thjesht performancë më të mirë si antarëve të Vlenit, po ashtu edhe politikave që ne i kemi. Momentalisht fizikisht nuk është në Maqedoni, kështu që ndoshta kjo ka qenë pse nuk kemi takuar në këtë periudhë derisa nuk është këtu. Spekulimet ishin në aspekt të asaj që në fillim ishte paralajmëruar se Ilir Demiri do të jetë nënkryetari i Vlenit, ndërsa tani po thuhet që do të jetë deputetja Mimoza Musa. Dëgjoni, asnjëherë nuk është diskutuar, Iliri asnjëherë nuk ka ardhur në Vlen me kërkesa për të qenë pjesë e Vlenit, pra thjesht Ilir Demiri e sheh politikën shumë ma ndryshe se sa personat të cilët politikën e shohin si kapricio apo si një interes personal apo një interes të një klani të ngushtë rreth tyre. Pra Iliri ndoshta edhe profesioni e ka bërë, politikën e sheh shumë ma gjerë, është një kosmopolit i cili si në aspektin e jetës së përditshme ashtu edhe në aspektin profesional dhe politik, politikën e sheh si një instrument i cili mund të ndryshon për të mirë të qytetarëve proceset e përditshme, si në aspekt jetës së përditshme ashtu edhe në aspekt profesional dhe në aspekt shëndetësor. Ai është një mjek, edhe njëherë potencoj, që në kohën e Covidit bëri ndryshime jashtëzakonisht shumë të mëdha, dha një shërbim për çdo qytetar i Maqedonisë dhe unë habitem kur jemi bashk, kur pim kafe dhe kur lëvizim, çdo i dyti qytetar e përqafon për shkak se ka ndihmuar familjen e tij apo atë personalisht në kohën e Covidit, dhe uroj që të kemi shumë më shumë performansa të tilla si Iliri në shtet, si shoqëri, si shqiptar, për shkak se jo vetëm për shoqërinë, por për neve është një vlerë dhe është një aset i cili do të respektohet edhe në të ardhmen ashtu siç respektohet tani. Një tjetër emër që është përfolur në raport me Vlenin është edhe ministri për punë dhe politikë sociale Fatmir Limani, pasi që është parë disa herë në shoqëri me kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti. Zoti Limani tashmë është jashtë Vlenit apo jo? Pra nuk kemi pasur ndonjë takim me të gjithë strukturat e Vlenit. Realisht jemi fokusuar, personalisht unë duke menaxhuar me Ministrinë e Shëndetësisë, kohën e kam shumë të limituar që jashtë aktiviteteve që i kam në ministri dhe jashtë aktiviteteve që i kemi të definuara në Vlen, realisht nuk kam pasur kohë për të takuar persona në kafe, se aq është dita, është 24 orë. Pra nuk kemi pasur as si Vlen ndonjë aktivitet me të gjithë ministrat, zëvendës ministra dhe drejtorat bashk, kështu që në këtë këndvështrim nuk mund t'jap ndonjë vlerësim, është apo nuk është, thjesht ne kemi definuar metodologjinë e matjes së punës së çdo ministri, të zëvendës ministrave, të drejtorëve, dhe kjo është shumë normale, dhe kjo do të reflekton pastaj në riorganizimin në periudhën e dytë të qeverisjes së Vlenit në qeveri. Pra thjesht vizibiliteti është apo nuk është në një grup organizativ në moment, besoj që nuk duhet jetë një performancë e cila do të ndikon pozitivisht apo negativisht. Puna që ne e bëjmë, qytetarët si e perceptojnë aktivitetin dhe punën që ne e bëjmë, sa ne ndryshojmë për të mirë të ndonjë procesi në shoqëri, besoj që duhet jetë indikatori bazë për matjen e performancave të ministrave. Zotja Lio, në fakt
për herën e parë kur është pyetur kryeministri në lidhje me raportet me zotin Limani, ai ka thënë se është i kënaqur me punën e tij dhe në opinion dolen dilema se a është ai kryeministri i cili cakton apo duhet të jep dritë të gjelbërt për përfaqësuesit e Vlenit në qeveri. Nuk është ashtu, në çdo koalicion qeveritar, besoj edhe në të kaluarën ka qenë ashtu, edhe sot është ashtu edhe do të vazhdon të jetë ashtu. Jo rastësisht janë koalicionet, përveç që do duhet struktura politike e cila do duhet menaxhon me proceset politike të jep një plan vjetor dhe një plan 4 vjeçar për menaxhimin e resorit në të cilën do të menaxhon, duhet jetë emër i cili del nga koalicioni apo nga partia politike e cila është pjesë e koalicionit në qeveri. Pra në këtë rast, çdo ministër, zëvendës ministër, drejtor, zëvendës drejtor apo ndonjë menaxher i ndonjë institucioni detyrimisht duhet të kalon nëpërmjet filtrave partijake në aspektin e performansës që ai performon, në aspektin e strukturës, në aspekt të edukimit formal dhe jo formal që ai e ka pasur, të performansave tjera dhe pastaj të jepet si emër në qeveri për të kaluar. Pra kjo është procedurë e cila është ndjekur deri tani dhe do të ndiqet në të ardhmen. Nuk mund vendos për një ministër, zëvendës ministër ndonjë parti tjetër apo ndonjë institucion i cili nuk është pjesë politike të strukturës politike nga vjen ky person. Pra dhe në këtë rast, Vleni si parti politike tani do të jep edhe ka dhënë si koalicion si Vlen emrat për ministra, zëvendës ministra dhe drejtor dhe në të ardhmen do të jetë e njëjta në bazë të performansave. Kuptohet administrativisht do duhet kryeministri të merr këto emra dhe pastaj në parlament do duhet ti pasqyron si profile të cilët do të menaxhojnë me një dikaster në kuadër të qeverisë. Mirë, në vazhdim do të kisha dashur të flasim për lidhja me proceset eurointegruese. Zoti Aliu, më lejoni t'ju rikujtoj që koalicioni Vlen gjatë formimit të kësaj qeverie pa të thënë që kushti i parë me të cilin kanë hyrë në qeveri janë ndryshimet kushtetuese. Më pas keni përmendur si Vlen edhe afate të caktuara që nëse nuk realizohen për 6 muaj do të shqyrtoni pozicionin tuaj në qeveri dhe për momentin ndryshimet kushtetuese duken shumë larg, nëse mund ta them ashtu. Pse nuk po ka asnjë progres në lidhje me këtë temë? Do ta filloj nga pjesa e parë që thatë. Unë kam qenë pjesë e negociatave për ta krijuar qeverinë, e dini. Dhe e di se kush kanë qenë performansat, pikat dhe ato milestones, ato qëllimet kryesore për 4 vjet, kush janë qëllimet e Vlenit, kush do të jenë ndryshimet si në aspekt politik ashtu edhe në aspekt strukturës së një jete më të mirë të qytetarëve në Maqedoni. Pra shumë e vërtet që një nga elementet bazë ku është diskutuar si pika e parë kanë qenë këto procese politike që shtetin do ta antarësojnë në Bashkimin Evropian. Edhe atëherë edhe sot ne besojmë thellë që Bashkimi Evropian është institucioni, është organizata më mirë organizuar në aspekt politik dhe demokratik në nivel botror. Ajo edhe tani duket se si funksionon dhe se si në këto kriza ekonomike dhe politike në nivel global menaxhon me politikat në Bashkimin Evropian. Pra është shumë e vërtetë edhe ajo që e tha që ne thamë për brenda 6 muajsh do të ketë ndryshime kushtetuese me qëllim që pastaj të hapërojmë drejt Bashkimit Evropian. Pra qëllimi i qeverisë dhe qëllimi i Vlenit nuk ka devijuar në aspekt të qëllimit për të antarësuar si shtet në Bashkimin Evropian për 2 arsye. Arsyeja e parë është gjeopolitike, për shkak se si shtet i vogël i limituar si me kapacitete njerëzore, ashtu edhe me kapacitete infrastrukturore dhe ekonomike, ju jeni të rrezikuar si në aspekt demografik intern lokal në Ballkan, ashtu edhe në karshi strukturës së Bashkimit Evropian, mos flasim për aspektet ekonomike dhe kapacitetet tjera. Pra, është imagjinare ju të mendoni një shtet i vogël me këto limite që i përmenda më herët, të mund të mbijeton i izoluar në këtë gjeografi që i kemi këtu dhe në këtë aspekt gjeografik ku jemi të pozicionuar. Momenti i dytë është gjithashtu politik dhe strukturat e përditshmërisë së qytetarit. Pra ne kemi shumë qytetarë, shumë familjarë që jetojnë në shtetet evropiane që janë antarë të Bashkimit Evropian dhe i dim vlerat e Bashkimit Evropian dhe qytetarëve që jetojnë në këto shtete. Pra ne duam apo nuk duam,
në aspekt legislativ, shtetin jemi duke ofruar afër Bashkimit Evropian, për shembull në Ministrinë e Shëndetësisë 12 ligje jemi duke ndryshuar në përputhje me direktivat evropiane dhe 3 ligje të reja. Në aspekt vlerave evropiane, të paktën ministrat që mund të flasë me përgjegjësi në vlenë funksionojnë me qëllim që të gjithë vlerat evropiane të mund të implementohen në aspektin e përditshmërisë së menaxhimit të institucioneve. Pra unë në Ministrinë e Shëndetësisë besoni që s'ka ndonjë ndryshim në menaxhimin e ministrive si në Evropë ashtu edhe tek neve, në aspektin e transparencës, në aspektin e meritokracisë brenda, në aspektin e qasjes definimit të prioriteteve në shëndetësi. Pra këto janë hapa të cilët nuk duken politikisht, por në aspekt të jetës së përditshme thjesht edhe qytetari e ndjen edhe administrata e ndjen. Veç edhe një fjali nëse me lejoni, në aspekt politik keni shumë të drejtë, që të hapëroni hapin tjetër, neve jemi të blokuar për shkak të ndryshimeve të kushtetuese. Pra, nga ana tjetër e dini që këtu duhen numra, dhe numrat për fakt të keq vleni nuk i ka, dhe nga ana tjetër do duhet përveç punëve që çdo ditë i bëjmë që të haporojmë në aspekt të vlerave në Bashkimin Evropian, më besoni që brenda kësaj periudhe në mënyrë intensive punojmë që të mundet edhe në aspekt politik të grumbullojnë këto numra dhe të shohim si të haporojmë dhe të jemi në me standardet evropiane, po gjithashtu edhe të sigurt që rrugtimi evropian nuk do të bllokohet edhe në hapat e ardhshme. Megjithatë, zotja Lia, edhe në aspektin legjislativ janë kritikat se nuk po bëhet asgjë. Ne dim deklaratën e raportuesit special Tomas Vajt, i cili tha se vitin e fundit nuk ka asnjë përparim, asnjë reformë. Nga 10 hapat të agjendës reformuese është plotësuar vetëm një për momentin. Dhe nëse nuk plotësohen këto, nuk miratohen këto ligje të agjendës reformuese deri në fund të qershorit që e bia dhe 1 muaj e gjysmë apo ta zëm 2 muaj, rrezikojmë të humbim fondet evropiane, pra parat që ndahen për planin e rritjes ekonomike për Maqedoninë e Veriut, të cilat janë miliona euro. Pra, qëllimi i këtij koalicioni dhe kësaj qeverie, nga dita e parë u pa se është për vlera evropiane dhe për Bashkimin Evropian, për antarësim në Bashkimin Evropian. Ju e dini që sekretariati për çështje evropiane u transformua në ministri, do shkojnë në një nivel më lart në aspekt administrativ, me qëllim që të ketë një diapazon më të madh të funksionimit dhe të menaxhimit me proceset politike në shtet. Nga ana tjetër, unë jam kompetent dhe mund të flas këtu për pjesën ku ne punojmë dhe menaxhojmë që të jemi në kompatibilitet me kërkesat e Bashkimit Evropian, dhe ju siguroj haptazi që në Ministrinë e Shëndetësisë, çdo ligj që tani ma është në ener apo një prej atyre na kaloi edhe në parlament, është në përputhje të plot me direktivat evropiane. Pra çdo nen është analizuar, është definuar matrica e kompatibilitetit të ligjit me direktivat evropiane dhe në aspekt të legjislacionit ju garantoj që ministrit që menaxhojnë nga ministrat e vlenit nuk kanë ndonjë ngecje. Pra këtu është qartë është parë që kemi ngecje në Ministrinë e Drejtësisë dhe këtu ka pasur 2-3 ligje që për fat mirë tani janë në fund, në procedurë në fund, dhe uroj që për këtë periudhë kohore që e kemi përpara dhe këto ligje të sillen që të ndryshohet koncepti i legjislacionit të shtetit në përputhje me Bashkimin Evropian. Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar, në fakt Fronti Evropian si grup parlamentar ka njoftuar mbledhjen e nënshkrimeve për fillimin e ndryshimeve kushtetuese, ndërsa bën thirrje që në këtë proces të bashkangjiten edhe deputetët e Vlenit. Si e komentoni këtë? Pra, ashtu siç kanë menaxhuar 22 vjet në mënyrë jo serioze dhe me narrativ politik pa dhënë ndonjë vlerë në jetën e përditshme për qytetarët, po edhe në jetën politike për politikbërjen e Maqedonisë. Ju e dini që nëse më lejoni pak një hyrje të shkurt derisa të dalë në përgjigjen e juaj, pra e dini që për 22 vjet gjithçka ishte e zgjidhur dhe gjithçka funksiononte në mënyrë ideale sipas Bashkimit Demokratik për Integrim dhe rezulton që gjithçka është ose rezultat parcial i pa definuar me ligje apo në narrativ politik i cili s'ka lidhje me realitetin politik në Maqedoni. Pra duke u nisur nga një strukturë politike e cila kështu e sheh politikën, me pompozitet, me fjalë dhe me narrative politike dhe pa punë në jetën e përditshme,
Për fat mirë qytetarët tani këto 2 vite e panë që gjithçka që mendonin që është kryer duke ndëgjuar politikan të opozitës tani duke thënë që gjithçka është në rregull, si me marrëveshjen e Ohrit, si me gjuhën shqipe, si me balancerat, si me aspektet e administrative të qytetarëve shqiptar në Maqedoni, rezultoi që asnjëna nga këto nuk është ndonjë zgjidhje afatgjate, pasi që po të kishin qenë zgjidhje afatgjate, sot derisa flasim unë edhe ju Ersen do të kishim një problem më pak. Me çka ballafaqohemi ne? Ballafaqohemi me struktura gjysmë të organizuara, me zgjidhje parciale të cilët janë ose gjysmë ligjore ose as pak në përputhje me direktivat evropiane dhe sot neve ballafaqohemi me këtë pjesë. Dhe tani të pritni nga një mindset, nga një strukturë politike e cila abuzoi 22 vjet me proceset politike të del dhe të riorganizon politikën nga opozita, është naivitet politik, pra nuk ka asgjë këtu që mund të ketë ndonjë vlerë politike në aspektin e kush e inicon këtë. Është një narrativ përsëri politik, një floskull e cila ju nevojitet për diçmërinë, e shohin që numrat ju bien, qytetarët ma shohin që mundesh ka edhe ndryshe në Maqedoni, të menaxhoj dhe ta shohësh problemin në sy, thash po, un kam një problem sot dhe këtë problem do të bëj një dinamik të zgjidhjes, që nuk e kam parë më herët. Më herët asnjëherë s'kemi pasur probleme, çdo herë kemi pasur zgjidhje ideale, gjithçka ka funksionuar mirë, për shkak se kanë kamufluar me narrative politike. Mirë, tani është pyetje për ndryshimet kushtetuese dhe integrimin evropian. Pra, ndryshimet kushtetuese dhe integrimet evropiane bëhen me numra në parlament, le që nuk i kanë ato numra, çdo ditë edhe ju zvoglohen, e shihni që çdo ditë janë të pakënaqur jo vetëm antarësia e opozitës, po edhe deputetët që janë në opozitë. Ne kemi takime me ato gati çdo ditë dhe e dim se ku shkon uji, po edhe ato e din. Pra duket qartë se deputetët në opozitë tani ma e shohin realitetin politik në Maqedoni dhe e shohin se mundesh ka edhe ndryshe të menaxhojnë. Dhe këto janë ato strese politike që ato mundohen t'i mbulojnë me këto narrative politike të tipit do të bëjmë politika të mëdhaja. Kur ishin në qeveri, politikat e shtetit i haruan, mundoheshin me geopolitik të meren, mundonin të menaxhojnë luftrat në përbot, e haronin qytetarin dhe popullin shqiptar këtu. Tani, derisa janë në opozit, mundohen nga opozitat të zgjidhin problemet e mëdhaja të cilët nuk mbaren veç nga ato. Pra, e vëreni qasja është e njëjtë. Kur janë në opozit, flasim për Evropën dhe për botën dhe për Amerikën, kur janë në opozit, flasim për proceset të cilët nuk i kanë bërë për fat keq 22 vjet. Zotja Liu, kryeministri Mickoski para disa ditësh tha që ndryshimet kushtetuese mund të presin edhe me dekada nëse nuk respektohen garancitë e kërkuara nga qeveria e Shkupit. Tani çka nëse ky proces zgjat shumë dhe qytetarët e ndjejnë veten të izoluar përderisa e dim që vendet e rajonit po përparojnë me ritme të shpejta. Maliezi pritet në çdo moment të përfundoj integrimin e Bashkimit Evropian, pas asaj do të pasoj me njëherë Shqipëria, ndërsa Maqedonia e Veriut ndonë se ka filluar bisedimet me Bashkimin Evropian shumë më herët, po të çalon këtë aspekt. Zoti pa hezit edhe njëherë, pra është imagjinare për çdo politikan, sa do të jetë në politik djatë apo shkurt, sa do të ketë performancë politike pak apo shumë, pra kjo është një rrugtim i cili nuk guxon as të mendohet që mund të mos hapërohet drejt Bashkimit Evropian. Arsyet janë të shumta, unë disa i përmenda, tani do të dalë në pjesën tjetër. Duke qenë një shtet shumë i vogël dhe duke qenë i izoluar në aspekt të politik flas prej shteteve të cilat nesër do të jenë antar të Bashkimit Evropian, rreziku bëhet edhe më i madh për shtete të vogla siç Maqedonia, sidomos kur tani analizon edhe pjesën demografike brenda dhe strukturën e qytetarëve, pra me një përqindje 30% të shqiptarëve në Maqedoni dhe me një përqindje të madhe të fluktuacionit të qytetarëve në Mërgat, juve është luksi shumë i madh të mendoni që mund të mbijetojmë a mos jemi antar të Bashkimit Evropian. Unë edhe kam thënë në emisionet të tjera, pastaj nga ana tjetër geopolitika dhe performansat e qytetarëve duke parë tani se si jetohet në Bashkimin Evropian, kush janë vlerat demokratike atje, presioni është besoni shumë i madh ndaj politikanëve dhe ndaj qeverisë, që një ditë
edhe shteti jonë, një ditë e më herët Maqedonia të jetë antar i Bashkimit Evropian. Tani, ju duhet ta kuptoni që në politik detyrimisht duhet të ballafaqosh dhe të krijosh narrative politike për të pozicionuar më mirë në hapin tjetër. Pra çdo politikan, çdo politik bërje nuk bëhet duke parë vetëm hapin e ardhshëm politik, të paktën edhe në shkenca politike, thjesht kur lexoni libra politik thuhet që një politikan i mirë dhe një politik bërje në nivel të partive duhet minimum 3-4 hapa të shihni dhe të projektoni më herët me qëllim që të arrini në qëllimin politik që keni dashur, dhe duhet ta kuptoni që këto janë hapa të cilat dhe pozicionet të cilat shteti duhet pozicionohet politikisht me qëllim që sa më shpejt të arrihet qëllimi që i kemi, ai është Bashkimi Evropian. Mirë, do dalim në tema tjera të cilat kanë të bëjnë edhe me çështjet etnike. Zotja Liu, nëse pajtoni me mua, vazhdojnë të dominojnë në opinionin publik temat etnike për fajin e kujt? Temat etnike çdo herë kanë qenë, janë dhe për fat keq do të jenë tema që shpejt sensibilizojnë ndonjë grup qytetarësh. Sot është shumë rënd të flitni se kemi një problem, hajde si ta zgjidhim. Për shkak se kërkon kohë. Ju e dini në Ministrinë e Shëndetësisë me të gjithë performansat e punës që e bën administrata në shëndetësi dhe me të gjithë problemet mirë të definuara, kërkojnë shumë kohë për t'i zgjidhur. Politikisht po ta shikni, asnjë partie politike nuk i konvenon të flet për do të bëhet për 1 vjet apo për 2 vjet kjo zgjidhje. Pra për ta mbajtur antarësinë gjallë, sidomos në opozit, juve duhet të gjeneroni procese të cilat lidhin emocionin e qytetarit, në këtë rast të kombit, të një grupit qytetarve, me probleme që ju mund të ekzistojnë ose mund të jenë imagjinare. Edhe shumë më lehtë. Dhe kjo gjithashtu është qasje e cila shfrytëzohet për fat keq gjithandej në botë, e sidomos në Ballkan. Duke marrur parasysh se Ballkani ka pasur shumë probleme politike, etnike, shumë luftra këtu, shumë lehtë është që të dilni me një tezë e cila pastaj një javë do të flitet në emisione të ndryshme, në etër, në kuluare të ndryshme për këtë temë, duke anashkaluar probleme tjera dhe tema të ndryshme. Për fat keq, në Maqedoni këtë e bën opozita çdo ditë. Kryesisht opozita duhet jetë korektori i pozitës, pra duhet të del çdo ditë dhe të kritikon Ministrinë e Shëndetësisë me fakte për punët që nuk i ka bërë, për proceset që i ka bërë gabim, për abuzimet që i ka bërë në ministri nëse ekzistojnë dhe kështu me radhë. Kjo kërkon punë, pra kërkon ekspertë të cilët do të merren me këtë ministri, do të merren me këto procese administrative dhe politike, dhe më lehtë kush është, do të ulemi unë dhe ti në një tavolinë, do të nxjerrim një fake news dhe pastaj do të merremi 5 ditë me këtë punë. Dhe kush është më lehtë dhe kush është më e kapshme, do të merremi se dikundi ka ndodhur diçka etnikisht dhe dikush etnikisht e izolon etnin tjetër. Pra, unë mbaj bindjen që qytetarët më lehtë e detektojnë këtë proces dhe kjo edhe një herë them, e dini që jam inxhinier i shkencave kompjuterike dhe bazohem në vlera dhe numra. Numrat tregojnë që çdo ditë opozita ka rramje te qytetarët dhe mosbesimi ndaj atyre rritet çdo ditë dhe që të balansojnë me këtë, që ta mbajnë qytetarin dhe votuesin më afër vetes, detyrimisht duhet nisen me këto tema. Për shkak se s'kan diçka tjetër. Çka mund të flasim për këtë qeveri? Mund të flasim për abuzime politike, mund të flasim për abuzime korruptive, mund të flasim për jo punën që e bën qeveria, do në s'kan ndonjë fakt. Dhe në fund të ditës që të krijojnë një narrativ politik, të jenë aktiv nëpër mediume dhe të duken që janë këtu dhe bëjnë diçka, do të nxjerrin temat të cilët janë lehtë kapshme për qytetarin, derisa pim kafe do themi e dini se prej sot një të drejtë që e kemi pasur deri tjetër nuk e kemi, dhe shkoti pastaj edhe binde qytetarin që është ashtu, i cili nuk është informuar nga lajmet, po është informuar nga dezinformatat që i ka përreth. Po me këtë të fundit të zotja Liu pikërisht këtë desha të them, megjithatë një pjesë e qytetarëve vazhdojnë të kenë shqetësime sa i përket të drejtave të tyre, në fakt... Kush janë ato shqetësime, për shembull? Për shembull për gjuhën shqipe, pse po vihet në pikpyetje përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe. Kur është në pikpyetje? Kur është bërë në pikpyetje gjuha shqipe? Nga kush? Ka dalë dikush dhe ka thënë gjuha shqipe është inekzistente në shtet? Apo është ndaluar dikush që gjuha shqipe mos përdoret? Thjesht, ajtë marrim faktet.
ku ka ndodhur, në cilin institucion keni një fakt i cili gjuha shqipe deri dje ka qenë gjuhë e cila është përdorur dhe sot është abuzohet me atë gjuhë dhe nuk përdoret. Ma thoni një fakt. Megjithatë, çështjet duhet të avancojnë apo jo, zotja Aliu? Kjo është diçka tjetër. Pra, avancimi, keqpërdorimi dhe parandalimi janë diçka tjetër. Dhe ne punojmë për këtë pjesë. Dhe këtu jemi koshient. Flasim, detektojmë proceset pozitive, mundohemi ato të reflektojmë nëse janë negative dhe mundohemi të kryejmë procese tjera nëse janë inekzistente. Kjo është diçka tjetër dhe këtu pajtohemi. Pra, nëse flasim për abuzim me gjuhën shqipe, ma thoni ku është abuzuar gjuha shqipe në cilin institucion që ta diskutojmë sot me juve. Nëse me thoni duhet të përmirësohet implementimi ose të ndryshohet diçka në ligj për gjuhën shqipe, këtu pajtohemi dhe sot them që gjuha shqipe trajtohet si ne trajtojmë si komunitet demografik në shtet në bazë të ligjit dhe kjo është fal opozitës sot. Pra gjuha shqipe është gjuhë e cila lejohet edhe cila është lidhur me një numër, me aritmetik, me 20%. Pra sot gjuha shqipe është aktive dhe implementohet aty ku kemi 20% të komunitetit të një, aty mund të jenë, nuk është veç gjuha shqipe, është edhe gjuha rome, edhe gjuha sërbe, edhe gjuha turke, aty ku ka 20% të komunitetit. Pra këtu mund të flasim. 20% e dim që janë vetëm shqiptarë, zotja Aliu. Atëherë pse duhet të themi që gjuha shqipe nuk është zyrtare? Për shkak se ashtu është definuar. Ai keni parë unë nuk jam jurist. Kjo është nga analizat që kemi bërë si parti politike dhe si koalicion si vlen. Ju keni shumë aspekte të pa definuara në ligj. E dini që juristët çdo herë kështu edhe i shohin ligjet, thotë, nëse diçka nuk është e definuar, më jep hapësirë që ta interpretoj ashtu siç mua më konvenon. Dhe një ligj është aq i mirë sa që dhe performancat e ligjit është i mirë apo nuk është i mirë, analizojnë në bazë të sa ligj është mirë i definuar. Dhe ne kemi shumë ligje, ja për shembull në shëndetësi ne ndryshojmë 12 ligje në aspekt të kompatibilitetit me Bashkimin Evropian dhe me direktivat evropiane, por ama disa prej neneve i ndryshojmë për shkak se nuk janë mirë të definuara. Merreni ligjin për mbrojtje nga duhani, komplet gjithë ajo amulli u bë dhe debat në politik, ne derisa flasim kemi ligj për duhan, por nuk është mirë i definuar. Edhe sot tek gjuha shqipe kemi nene të cilët lejojnë interpretime të ndryshme. Unë kam marrë, nuk e di sa kemi kohë, mund t'ju jap një shembull konkret për këtë, në ministrinë ku unë kam menaxhuar, në Ministrinë për Shoqëri Informatike dhe Administrat. Pra, institucioni i cili menaxhohet nga një shqiptar, gjuha shqipe është në jetën e përditshme në administrative, në këtë ministri aktive, e gjallë, çdo dokument që del nga ajo ministri është në 2 gjuhë. Në momentin që menaxhohet ai institucion nga një komunitet tjetër, tani ma gjuha shqipe nuk është gjuhë e cila implementohet në atë ministri. Dhe këtë keni fakt, merreni ju si gazetar, analizoni edhe tani, edhe në të kaluarën çdo institucion ku menaxhohet nga shqiptar dhe ku nuk menaxhohet nga shqiptar. Tani çka themi këtu? Kush e ka fajin? Thjesht nene të cilët nuk janë mirë të definuar. Dhe mu më ka ndodhur kjo personalisht në këtë ministri, prandaj marr si fakt i cili ju si gazetar mund të shkoni të shihni dokumentet. Unë kam bërë kërkesë në atë kohë, zoti Pajaziti. Kam bërë kërkesë deri tek inspektorati. A është kjo e definuar me ligj, pasi që nuk jam jurist dhe kërkova mendim ekspertësh, sepse unë kur nuk jam në ministri, në atë periudhë më ndodhi një periudhë më duket një javë isha jashtë shtetit dhe zëvendës ministri nuk nënshkruante dokument në 2 gjuhë. Unë nuk lejova që dokumentit të del një gjuhë dhe unë në fund mendova se ky abuzon me ministrinë derisa unë nuk jam aty dhe e bllokova komplet sistemin e dokumentimit të asaj ministrie dhe këtë keni fakt, mund të shkoni në ministri dhe ta shihni. Kur u ktheva nga rruga, ai më thotë kështu, ministër, unë s'kam asgjë kundër gjuhës shqipe do të ketë 2 kolona në dokument. Thjesht nuk ma lejon kushtetuta këtë se unë nuk jam shqiptar. Dhe unë në bazë të kërkesave që ai mi bëra kërkesë deri tek inspektorati, shkoni shihni përgjigjen që ma ka dhënë inspektorati në atë periudhë. Ka qenë drejtori i BDI-s dhe inspektorati i menaxhuar nga ato. Ligji nuk ka ndryshuar nga atëherë, por ama dhe faktet thuan diçka tjetër. Unë në Ministrinë të Shëndetësisë e keni gjuhën shqipe, gjuhë e cila është në çdo dokument. Shkoni në ministri të tjera të cilët nuk janë ministra shqiptar, do ta shihni a e keni ose jo. Ktheuni nëse doni në kohën kur ka qeverisur LSDM dhe BDI. Do të shihni të njëjtën. Pra,
ky është realiteti dhe ndallimi jonë si politikan dhe dallimi i të tjerëve opozitar që sot flasin për gjuhën shqipe deri dje nuk kanë përmendur asgjë ose në fakt kanë thënë gjithçka është e zgjidhur, është që ne flasim me fakte. Unë sot përpara juve flas me fakte që realiteti i gjuhës shqipe është ky që u them sot. Si do ta zgjidhni këtë? Pra, kjo është dallimi nga ne që bëjmë dhe ato që e kanë bërë deri dje. Duhet të definohen hapat e zgjidhjes së problemeve apo mangësive në procese politike apo në ligje. Pra, ne e shohim që sot për asnjë qytetar nuk është bukur që derisa një ministër shqiptar është në një ministri, aty e shohin gjuhën shqipe që implementohet. Nesër, nëse ndryshohet ky ministër dhe vjen një etni tjetër, gjuha shqipe nuk është. Dhe thjesht çdo qytetar, çdo ministër, çdo antar i qeverisë duhet ta sheh që thjesht lojaliteti dhe struktura dhe homogeniteti në shoqëri nuk formohet kështu. Dhe unë jam shumë i sigurt që çdo qytetar, pavarësisht është shqiptar apo nuk është, e din që një komunitet i madh, një popull i cili është mbi 25% në një shoqëri, ti nuk mund ta trajtosh në bazë të numrit, a qenë kanë mbi 20% apo jo. E dyta, nuk mund ta trajtosh institucionin, do të ketë dygjësi apo jo në bazë të performancës etnike të menaxherit të parë të këtij institucioni. Dhe këto janë probleme që ne i kemi në moment dhe janë sfida të cilat do duhet t'i zgjidhim në të ardhmen. Por ama nuk mund të thotë opozita për 22 vjet që nuk ka qenë e informuar për këtë, se çdo ditë hyni tani digitalizimi këtë e ka të mirë, kthehuni në çdo dokument që në të ardhmen 10 vjet, 15, 5 vjet, sa të doni në të kaluarën, do shihni që dokumentat kanë qenë një gjuhë tek institucionet ku janë menaxhuar nga menaxherë të cilët nuk janë shqiptar. Ky është realitet, ky është fakt. Zotja Lio, studentët e juridikut, studentët shqiptarë ende presin zgjidhjen në lidhje me kërkesën e tyre për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Në fakt ato kanë paralajmëruar edhe protestën e dytë. Çka po bëhet në këtë drejtim? Unë jam shumë i lumtur, edhe si person, pasi që e dini, jam profesor universitar dhe gjithë kohës derisa kam ligjeruar si profesor universitar, kam mentoruar të rit për të krijuar kompanitë të tyre, për të menaxhuar me procese dhe kam stimuluar që çdo herë, jo vetëm si grupe biznesesh, po edhe në klasë, në amfiteatër, kam stimuluar debatin kritik të rit dhe unë nëse ka diçka që jam shumë i lumtur në këtë periudhë, jam duke parë të rinjt që vërtet kanë një energji, kanë një ide, luftojnë për diçka që ato mendojnë që është mirë, pavarësisht në shoqëri. Tani në këtë pjesë është shumë pozitive, po edhe po mos kishte qenë ashtu, do duhet ti përkrahim të rit, pasi që energjia e të rive është ajo që neve na çon përpara, po edhe na detyron të reflektojmë dhe ne në këtë drejtim kemi përkrahur dhe do t'i përkrahim të rinjt, por do t'jemi bashkë në një tavolinë që të shohim kush janë sfidat që ato ballafaqohen. Kjo sfidë që ato tani për fat mirë ngrejnë zërin, deri dje nuk kanë mundur ta ngrejnë zërin, edhe e dini pse zoti Pajaziti, për shkak se është abuzuar edhe me institucionet e arsimit të lartë, është abuzuar edhe me institucionet e arsimit të mesëm, për fat keq, është abuzuar edhe me institucionet e arsimit fillor dhe atë parashkollor. Pra, politikat deri dje kanë qenë pjesë e menaxhimit të këtyre institucioneve si në aspekt administrativ, ashtu edhe në mbajtjen, në kontroll të punësuarve, a mos flasin për të rinjt. Jo e dini çfarë sfida kanë pas të rinjt në të kaluarën, e dini se çka ka ndodhur me të rinjt kur tentuan një herë që të ngrejnë zërin kundër një profesoreshe në Universitetin e Tetovës dhe e dini se si mbaruan ato të rinj. Ktheuni ju lutem pak mbrapa, janë disa vite pas, nuk dua të përmendi emra, por ktheuni dhe shihni si politika abuzoi me të rinjt dhe me një institucion arsimor të lartë që të mbyll procesin dhe mos lejon studentët të ngrejnë zërin. Sot është e kundërta. Sot një ministër i shëndetësisë ju thot haptazi, studentëve ngrejeni zërin. Për gjithçka ngrejeni zërin. Edhe për atë që mendoni që duhet ta keni si të drejtë plus, por edhe atë që mendoni që e bëjmë gabim. Ngrejeni zërin se është më mirë për juve dhe për neve si qeveri. Pra dhe në këtë rast kërkoj diçka e cila nuk është diçka që e kanë pasur dhe sot nuk e kanë. Pra asnjëherë ato studentë nuk kanë pasur gjuhën shqipe si pjesë e mundësisë së dhënies së provimit të jurisprudencës. Asnjëherë s'ka qenë. Pra ne ulemi sot dhe themi po, keni drejt, do ulemi dhe do ta zgjidhim këtë problem.
E dini që kur kam qenë ministër në shoqërinë informatike dhe administratë, e dini që deri atëherë çdo qytetar, nuk e di ju a e keni dhënë provimin e administratës, provimi i administratës jepeshte vetëm në gjuhën maqedone. Pra, duke qenë ministër 8 muaj e gjysmë në atë ministri, unë bëra të mundur që edhe sot e kësaj dite çdo administrator në nivel të shtetit ta jep provimin e administratës edhe në gjuhën shqipe. Pra, kjo është ajo deformiteti politik që e ban opozita dhe për fat mirë them, qytetarët e kanë parë që kjo nuk funksionon. Edhe këto studentë dinë që kështu politika dhe kështu mundësi të cilët i kanë sot dhe mundësit për të folur me çdo menaxher të ndonjë institucioni, me ministër, me zëvendës ministër, nuk e kanë pasur në të kaluarën. Edhe njerë potencoj, kthehuni dhe shiqoni se çka ka ndodhur me një tentim të studentëve për të ngritur zërin, edhe atë jo për politika madhore, për procese administrative, edukative në nivel të universitetit. E dini çka ju ndodhi atëherë? Kjo nuk mund të ndodhë sot dhe ne nuk lejojmë që këto tri të abuzohet me tonë në një, dhe nuk lejojmë në të dytën këto tri të ngushtohet hapësira e ndikimit të tyre pozitiv, pavarësisht edhe njerë potencoj, pavarësisht kush qëndron pas atyre. Unë nuk dua atë pjesë të analizoj. Unë jam shumë i lumtur që këto të ri kanë ngritur zërin dhe këto të ri kanë energji pozitive dhe personalisht unë përkrahi çdo lëvizje tek trit, qofta jo le të themi në rrugë të drejtë ose me të drejtë apo pa të drejtë, neve na duhet kjo energji se nuk e kemi pasur deri tani. Dhe unë uroj që të vazhdon edhe të rit të jenë të rebelohen ndaj çdo procesi që mendojnë që nuk është në rregull. Ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, zoti Aliu, para se të vinë në parlament, po përballet me interpretime dhe akuza të ndryshme. Çfarë do të përmirëson ky ligj sipas jush? Pra, në aspekt administrativ po ta shikni, për herë të parë sjellet një ligj. Këtu besoj dakordojmë, ashtu. Deri dje kemi menaxhuar me një software i cili ka thonë këtu duhet të punësohen 2 shqiptar, 2 maqedon, 1 rom e kështu me radhë. Dhe çka ndodhte? Ndodhte që nesër personi i cili hapon mundësim për punësim e informon një person i cili dëshiron ta punëson atje dhe i thot, këtu do të kesh një pozitë të lirë, por ama ti i plotson kushtet në aspekt të edukimit, në aspekt të kërkesave që i ka për profilin e punës, por ama nuk e plotson një kusht. Kush është kushti? Kushti është nacionaliteti. Duhet të jesh rom, duhet të jesh turk, apo duhet të jesh shqiptar, apo maqedonas që të jesh i punësuar në administratë. Dhe përsëri, ju them me fakte, kjo na ndodhte çdo ditë. Gati në çdo institucion. Dhe që t'jemi të sinqert, jo vetëm tek jo shqiptarët, por edhe te maqedonasit, edhe te romët, edhe te turqit. Këtu më shumë deformime, që t'jemi përsëri shumë të sinqert, kanë ndodhur te qytetarët të cilët janë përqindje më të vogël në shtet. Pra, sot po të shihni, edhe shkoni në administrat, këto janë dokumente të cilët mund t'i lexoni dhe t'i keni qasje ju si gazetar, pasi që janë dokumente publike, ju do të gjeni maqedon i cili është punësuar si shqiptar dhe nuk din një fjalë shqip. Në institucion tjetër, dhe kjo ju kujtohet në fund, unë e bëra shumë të madhe atër kur 7 maqedonas në Kumanov u regjistruan si shqiptar dhe u punësuan dhe sot janë të punësuar atje. E keni tek komuna shqiptare me shumicë shqiptare, që t'jemi të sinqert, keni plot shqiptar të cilët janë regjistruar në për komunë dhe në administrat si maqedonas, si sërb, si turk apo si bosnjak e kështu me radhë, në varfshmëri nga kërkesat që i kanë bërë. Dhe tani, në këtë këndvështrim, të thuash që një sistem i tillë ka funksionuar dhe duhet ta ruajmë, mendoj se është në aspekt politik është naivitet dhe në aspekt infrastrukturor është keqpërdorim. Do në ti dëshiron të keqpërdorish një instrument i cili thjesht jep mundësi për keqpërdorim. Çka ndodhen, duke pasur parasysh se ky keqpërdorim nuk varet nga neve, thjesht qytetari me ligj, me kushtetut ka të drejtë të ndryshon çdo ditë, bile 5 herë në ditë identitetin kombëtar. Thjesht ai sot mund të zgjohet si shqiptar, në drek të jetë maqedonas, në mbrëmje të jetë diçka tjetër. Dhe këtë të drejtë me ligj ti nuk mund t'ja mohosh. Dhe duke pasur këtë të drejtë, ai abuzonte me këtë sistem dhe sot kot ne themi i kemi kaq të punësuar duke pasur parasysh se ai është regjistruar si shqiptar, po thjesht realiteti është diçka tjetër. Dhe ta shkojmë ne në nivel tjetër administrativ. Thjesht krijojmë një ligj
I cili ligj, po të thehet, ka edhe, pastaj dëgjoj në opozita, thot, dëgjoj, ligje kam, po s'kan elemente ndëshkuese. Po elemente ndëshkuese, përsëri duhet jesh naivitet politikësh ose abuzim politik që të thuash që një ligj mund të implementohet dhe mund të mos ketë elemente ndëshkuese. Ka akte nënligjore që definohen, ka thjesht institucion I cili dikush mund ta paraqet që Azir Aliu thjesht punon kundër ligjit për këtë proces dhe detyrimisht prandaj thirret ligj, ka institucione shtetërore të cilat duhet të menaxhojnë me këtë proces, këtë abuzim të procesit administrativ apo ligjor në një institucion. Pra, ligji ende është në procedurë për të votuar, kemi procedurën tjetër që kemi aktet nënligjore që do të definohet çdo proces, algoritmi duhet të jetë shumë sakt I definuar, çdo hap të jetë sakt I definuar për implementim të këtij ligji, gjithashtu normal që duhet të ketë elemente ndëshkuese. Ju e dini tani për ligjin për mbrojtjen nga duhani, në një periudhë pasi që ato të gjitha nuk mund të definohen në ligj, do të ketë akte nënligjore që do t'i definosh për diçka që është e kapshme. Këtu bëhet fjalë për diçka të cilën thjesht dhe duhet kesh kujdes në aspektin e qytetarit se si ndjehet. Kjo nuk mund ne të ndryshojmë për shkak se Bashkimi Evropian nuk na lejon që neve t'ja ndalojmë një qytetari mundësinë për ta ndryshuar etninë. Thjesht ai ka atë të drejtë. Bashkimi Evropian është shumë tolerant në këtë pjesë. Qytetari ka të drejtë të deklarohet ashtu siç ndjehet. Kaq. Dhe për këtë ti duhet të gjesh akte ligjore të cilat do të minimizosh ose do të anashkalosh komplet abuzimet që mund të ndodhin nesër në jetën e përditshme duke punësuar qytetar. Dhe në fund, mos ta zgjas shumë në këtë pjesë, pjesa meritokracisë është shumë e rëndësishme. Për shkak se edhe këtu abuzohet me këtë pjesë. Me çka ballafaqohemi sot? Më besoni që sot, derisa jam ministër I shëndetësisë, ballafaqohemi me qytetarë të cilët kanë qenë të abuzuar politikisht 20 vitet e kaluara dhe ato sot janë në moshë, nuk janë të avancuar në aspekt administrativ, kanë punuar, kanë ndetur në shtëpi, kanë marrur rrokë dhe sot ato do duhet të jenë në nivelin më të ulët administrativ duke I pasur 50 vjet. Paramendoni komplekset që mund t'i ketë ai qytetar, kapacitetin që nuk e ka shfrytzuar asnjëherë. Pra, unë jam shumë I sigurt që secili prej tyre që kanë qenë të punësuar dhe I ka shfrytzuar partia politike vetëm një herë në vit apo një herë në 4 vjet kur I është dash për zgjedhjet parlamentare, lokale apo presidenciale, dhe në fund të ditës qytetari sot ballafaqohet me një realitet I cili është shokues. Ai duhet shkon në punë, kur shkon në punë në nivel administrativ është në nivelin më të ulët, afër përballë ka një qytetar I cili është 22-3 vjet, 25, I cili tani e nisën karrierën dhe ky është përpara pensionit dhe paramendoni disbalansin administrativ. Mos flasim për dhuntit administrative që mund t'i ketë apo jo një qytetar, duke ndetur në shtëpi. Pra, kështu abuzime me qytetarët, kjo parti politike nuk mund t'i banë, se unë sot kur I shoh në Ministrinë e Shëndetësisë, duke më ardhur qytetar të kësaj moshe dhe duhet të fillojnë me punë administrative, beson që më dhimbse, për shkak se nuk është faji atyre. Është faji I abuzimit që është bërë me këto qytetarë. Dhe kjo mendoj se duhet të ndërpritet një herë për gjithmonë dhe qytetarët të punësohen, të avancojnë në administratë, të avancojnë në punën që e bën që nesër të ndjenë qytetarët përbashkët dhe të barabartë dhe punëtor të barabartë me zyrën që e ka brenda. Jo një 50 vjeçar të rinë në zyrë me një apo 25-30 vjeçar, që sapo kanë filluar me punë. Zotja Aliu, dhe në këtë pjesë të fundit do të flasim edhe për sa I përket shëndetësisë. Në vend të dim që ka mungesë të kuadrit të stafit mjekësor, keni paralajmëruar 300 punësime. Mund të na tregoni më detajisht se kur pritet të ndodhin këto punësime dhe në cilat reparte? Pra, punësimet janë bërë, një pjesë e punësimeve janë bërë, tani bën edhe 300 punësime të reja. Ju e dini që në disa institucione e kemi bërë edhe visible, kemi paraqitur për këto punësime që të minimizojnë abuzimin e opozitës që e bante. Do të përmendi spitalin e Tetovës, do të përmendi spitalin e Gostivarit, aty ku opozita thonte me pompozitet se kur gjë s'do bëhet këtu, këto veç vinë dhe bëjnë politik. Sot në Gostivari ketë punësuar qytetarët, mjekët, motrat medicinale dhe personelin teknik, do të hapin edhe 300 punësime të reja, po kush është dallimi dhe ndryshimi I politik bërjes? Pra, do t'i punësojmë këto mjek dhe këto motra medicinale
aty ku vërtet kemi nevojë. Përsëri do të kthehemi në meritokraci dhe në zhvillim karriere. Çdo qytetar i cili punësohet në bazë të kompatibilitetit të profilit profesional në institucion i cili ka nevojë për këtë profil, ai ka mundësi edhe për ngritje në karrierë. Zoti Paezitja, e dini që mjekët na ikin neve nga shteti jo nga rroga e vogël. Dhe këtë unë personalisht me ato e kam diskutuar. Nga çfarë? Rroga është një indikator, por nuk është i pari, është i fundit. E dini nga çka ikin nga shteti. Për shkak të mos pasjes së zhvillimit në karrierë një procedurë e qartë. Ai thotë kështu: unë do të kryj 6 vjet fakultetin, do të bëj specializimin dhe a do të punësojmë, a nuk do të punësojmë, do të varet nga drejtori, po pastaj më e keqja kush është, ngritja në karrierë do të varet personalisht a më don apo jo. A ka simpati ndaj meje apo jo? Jo nga puna unë që e bëj. Dhe kjo i bën qytetarët në Maqedoni mjekët të ikin nga shteti. Thjesht një perspektivë e cila nuk e sheh. Nuk ka të definuar indikator matës që ti si mjek, nëse je i mirë, ti nesër duhet të ngritesh në karrierë, ti nesër duhet të kesh mundësi për specializim, për subspecializim, për trajnime jo formale, për bashkëpunim me institucione tjera. Dhe këte neve e kemi minimizuar, duke ndruar ligjin për shëndet publik, neve definojmë qartë kush mund të punësohet. E dini si ka qenë ligji deri dje? Si ka qenë? Thjesht, ti mund të bësh testimin e mjekëve, mund të kalojnë në përgjith procedurat administrative, në fund të ditës, ulet drejtori dhe thot, nga 10 të parët, unë e njot të 10-tin, jo të parin. Dhe aje punëson të fundit. Dhe si mund presish ti pastaj një sistem shëndetësor i cili vërtet do të zhvillohet në aspekt të meritokracisë. Dhe me ligjin e ri, që tani e punojmë dhe është në ENER, ndryshohet komplet procedura e punësimit dhe po ta shihni, hapeni tani ENER-in, do të shihni çdo pikë është mirë definuar. Dhe në bazë të këtij ligji, s'ka më mundësi drejtori të abuzon me performansën e mjekut. Po nuk jemi ndalur këtu. Në aspekt të specializimeve, e dini që specializimet gjithashtu është abuzuar. Sot kemi, për shkak të këtyre abuzimeve, specialistë të cilët janë më shumicë dhe kemi specialistë të cilët na mungojnë. Sot infektolog rrallë gjenë në shtet. Besoni që është kështu, për shkak se nuk është atraktive. Sot patolog rrallë gjenë në shtet, për shkak se nuk është atraktive. Onkolog. Po, onkolog rrallë gjenë, anesteziolog rrallë gjenë, por ama shiqon nga aspekti tjetër, ginekolog, gjithande i ke. Pra, duke kryuar një politikë e cila nuk është reale në bazë të kërkesave, kemi arritur deri këtu ku kemi arritur që ju me të drejtë thatë që na mungojnë mjek, vërtet na mungojnë. Kemi institucione të cilat vërtet na mungojnë mjek dhe nuk e kemi, se gjejmë. Dhe kemi institucion tjetër i cili mjek ka aq shumë sa që s'kan hapësirë shkojnë në sallë të bëjnë një operacion. Thjesht mund të merr termin. Janë më shumë se sa duhet aty. Dhe kjo disbalancë të kapaciteteve njerëzore nuk do të lejohet më. Këto 300 punësuar do të shihni se si do të punësohen, më thritni prapë dhe do të flasim pas kësaj procedure administrative që do të shkojnë atje ku vërtet ka nevojë, në bazë të organogramit, në bazë të sistematizimit të institucionit dhe ai mjek kur do të shkon atje nga dita e parë do të ketë punë. A nuk do të shkon dhe të rinë në kafe ta nditën për shkak se s'ka pacient. Janë 5 mjeka, duhet të jenë 2. Kështu që këto abuzime besoni që nuk do të lejohen më në Ministrinë të Shëndetësisë, po kjo qasje është në gjithandej në institucionet shtetërore. Një aspekt tjetër apo një shqetësim të cilën edhe ma kanë thënë gjatë ditës pacientët të cilët janë sidomos në onkologji, zotja Liu, është se janë të detyruar të presin me muaj të tërë për një PET skenim apo diagnostifikim aparatur të cilën e kemi vetëm një në tërë Maqedoninë. Shumë e vërtet. Pse them shumë e vërtet? Për shkak se po të merrni përsëri se si janë bërë politikat në infrastrukturë tani në shëndetësi, folëm për kapacitetet njerëzore, e njëjta ka ndodhur me aparaturën dhe infrastrukturën, si atë fizike edhe atë teknologjike. Pra janë bler aparate të cilët ndoshta ndonjëherë kemi nga 2 a 3, po nga ana tjetrin e kemi 1 në nivel të shtetit, si është shpeti këtu në këtë rast. Pra, përsëri është menaxhuar me një ad hoc politik, e cila është bler atëherë kur kanë menduar se duhet blenë, ose ka pasur shok shoqe, ose ka pasur interesat të tjera dhe është bler një aparat. Jo për shkak se duhet, por për shkak se thjesht ashtu kanë qenë rrethanat. Sot ma nuk është ashtu. Për herë të parë në Maqedoni kemi bazën e infrastrukturës në nivel të shtetit, si në aspekt të kapaciteteve njerëzore. Sot po të pyetni tani sa mjek i kemi,
ose për çdo institucion, unë tani mund t'ua jap numrin e saktë, ose mjekun i cili ku punon në një institucion. Pra kemi bazë e cila azhurohet në kohë reale për mjekët, motrat medicinale dhe tekniku në nivel të shtetit. Sot për herë të parë kemi bazë e cila i kemi çdo aparat në nivel të shtetit të definuar me numër serik dhe me përshkrim, edhe me kozgjatje sa është shfrytzuar në sistem. Pra, duke pasur këto sisteme, ne tani ma menaxhojmë ndryshe. Këtë vit, ne do të hapim tenderime atje ku vërtet ka nevojë për aparatur. Jo ti duplifikojmë atje ku ne mendojmë se duhet të jetë. Dhe në fund, më lejoni edhe këtë ta them, në aspekt të ilaçeve, për shkak se edhe kjo bëhet temë her pas here, për herë të parë në shtet, në Ministrinë e Shëndetësisë do të hapen tenderime 3 vjeçare. Pse bëhet kjo? Ma lejoni vetëm, për shkak se shumë rënd është të bëhet predikcion, të parashikohet se sa kapacitet të ilaçeve na duhen për trajtimin e një smundje. Sidomos për smundjet e ralla dhe për smundjet onkologjike, për shkak se janë specifike në trajtim. Pra, për herë të parë, hapim një tenderim 3 vjeçar për të vetmin arsye. Arsyeja është që qytetari apo pacienti të ketë ilaç edhe mos pret një ditë. Edhe dyta, arsyeja ekonomike. E dini që tani unë do dalë për shumë shpejt kohë me një pres konferencë që ilaçet blehen shumë më lirë se sa janë blerë më herët. Për shkak se qasja tani më është ndryshe. Kur ju hapni një tenderim, duke marrur parasysh një shtet kaq të vogël, me nevoja shumë të vogla në krahasim me shtetet e mëdha për ilaçe të ndryshme, pra kompanit janë shumë pak të interesuara apo as pak, ose vinë me një çmim ndryshe nga çmimin që ofrojnë me shtetet që janë me demografi më të madhe, me popullat më të madhe, për shkak se kanë nevojë të blenë më shumë. Ajo është ekonomia e tregut. Dhe në fund të ditës, kur ju e ofroni një kompanie, thoni jo për 1 vjet, ju do të dini të menaxhoni për 3 vjet se neve na duhet ky kapacitet i ilaçeve. Ai ju jep çmim më të lirë dhe në fund të ditës ju jeni të sigurt që për këto 3 vite ju keni ilaç. Pse të sigurt? Për shembull, nëse ju harxhoni 100 ilaçe për trajtimin e një smundje, për 100 pacient në muaj. Ndërsa tani ju paraqiten pacient të ri, sidomos kjo ndikon shumë tek pacientët me smundje të ralla. Ju i keni 100. Që të hapni një tenderim, juve ju duhet minimum 3 muaj. Në raste më të mira, nëse ky tenderim ju duhen edhe 3 muaj, duhen 6 muaj qytetarit duhet pret pa ilaç. Çka ndodhen kur e keni për 3 vjet? Thjesht nëse ju harxhohet kapaciteti për vitin e parë, ju mund t'i harxhoni kapacitetet për vitin e dytë. Nëse shiqoni se dinamika e harxhimit të kapaciteteve të ilaçit është më e madhe se sa ju e keni bërë prediksionin, programimin, ju nuk pritni ma vitin e tretë hapni tenderimin për këtë ilaç. Ju do ta hapni vitin e dytë ose vitin e parë nëse harxhohet më shpejt. Pra në fund të ditës qytetari nuk do të ngel pa ilaç. Dhe kjo është ideja e krijimit të shëndetësisë. Prandaj shumë shpesh e them, nuk është shëndetësia vetëm për të shëruar, por edhe për të parandaluar. Që të parandaloni, prandaj duhet keni screening programe, duhet keni një qasje ndryshe, duhet keni ilaçet në kohë reale. Pra pozitojeni që ilaçet në të ardhmen do të jenë me çmim më të lirë, për shkak se edhe ankesat e një pjesë të qytetarëve janë në këtë drejtim që ata shkojnë në Kosovë për të blerë ilaçe në Greqi, në Turqi. Unë jo vetëm zoti Pajaziti, jo vetëm që zotohen, por tash kemi edhe fakte ma. Tash kemi fakte disa ilaçe që janë blerë më lirë, do të qitë normal, do të konsumohen dhe fondit do të paguan aq sa janë në treg. Pra nuk shkohet me përqindje që për shkak të edhe njerë potencoj demografisë dhe strukturës së shtetit, shumë mashtrent janë blerë nga kompanitë, s'kanë qenë të interesuar. E dyta, për qytetarët e përmendet, për herë të parë, pas 10 viteve, bëhet lista esenciale e ilaçeve. Pa më falni, jo 10 vjet. 13 vjet nuk është azhuruar kjo listë. Për herë të parë azhurohet. Çka është lista esenciale? Pra shteti obligohet që të gjitha ilaçet, barnat që të cilët janë të definuara në listën esenciale, shteti obligohet t'i ketë në shtet. Do t'i ketë brenda. Që nëse i duhet qytetarit, me njerë t'ja ofron. Pavarësisht kemi nevojë ose s'kemi, shteti obligohet t'i ketë këto brenda. Nga ana tjetër, ky është hapi i parë për t'i futur këto ilaçe edhe në listën pozitive të ilaçeve, që qytetari pastaj t'i blen me çmim të subvencionuar nga fondi. Pra këto janë ato hapa të cilët neve i kemi parë në sy, se janë probleme, se janë sfida, dhe i kemi zgjidhur apo i zgjidhem hap pas hapi. Dhe zoti Aliu, për në fund, e dim që kemi raste aktive ndaj mjekëve të onkologjisë, menaxherëve të
kësaj klinike për keqpërdorim, tani është në vëzhgim kjo klinikë? Pra, ne kemi shumë raste në vëzhgim. Ju përpara 2-3 ditësh jeni dëshimtar të rastit me botoksat. Pra, çka bëm? Hapëm ministrin, edhe kemi 2 kanale komunikimi me qytetarët. Njëni është çdo të premte nga ora 10 deri në ora 15, ku çdo qytetar mund të vjen fizikisht në ministri dhe të takohet me ministrin apo me kabinetin e ministrit, me administratën. Gjithashtu një herë në muaj shkojmë neve në qytete të ndryshme si kabinet mobil. Forma e dytë është nëpërmjet web faqes së ministrisë, ku në mënyrë anonime mund të denonconi procese abuzive në shëndetësi. Dhe këto na kanë çuar në disa procese të cilat disa janë të hapura, si puna e botoksit, të tjera do të jeni shumë shpejt pjesë e këtyre proceseve të cilat do t'i ndiqni me vëmendje se çka ka ndodhur në shëndetësi. Nuk mund të tregoni ndonjë ekskluzivitet? Për fat keq nuk mund t'ju themi për shkak se janë ende në fazën e parë. Do jemi shumë të kujdesshëm. Shëndetësia është shumë senzitive dhe urojmë që qytetarët të kenë më shumë besim se sa kanë sot. Që të kenë më shumë besim, ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos unë si ministër i shëndetësisë. Çdo proces do të jemi 2 herë të sigurt që është ashtu, pastaj të dalim në mediume. Po ju garantoj që për shumë shkurt kohë do të jeni pjesë e çuditërave që ka ndodhur në ministri, duke analizuar si gazetar se si mund të abuzohet deri në këtë nivel në Ministrinë e Shëndetësisë. Edhe këto procese ne i ndjekim. Deri tani kemi dikundi mbi 450 denoncime, disa prej atyre i kemi hudhur si të pa baza, të tjerat i kemi procesuar më tej. Pra institucionet shtetërore janë duke analizuar. Unë personalisht shkoj në institucionet shëndetësore me ekipin, me inspektor dhe me administrat bashk, që të shohim edhe në teren se si funksionon shëndetësia, në termine të ndryshme, duke kapur dhe duke agreguar këto të dhëna. Pastaj do të krijosh politika në bazë të realitetit shëndetësor, jo në bazë të thashethemeve dhe politikave që plotësojnë dëshira personale, jo institucionale. Zoti Aliu, atëherë ju faleminderit që ishit pjesë e emisionit të sonte. Faleminderit për kohën. Kënaqësi është e jona. Shikues të nderuar, ishte kjo biseda me ministren e shëndetësisë Azir Aliu. Ju faleminderit edhe juve për vëmendjen dhe nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.